Kryetari i komunës së Strugës, Zjadin Sela, i cili një muaj më parë u përjashtua nga Partia Demokratike Shqiptare, të martën kërkoi dorëheqjen e kryetarit të kësaj partie, Mendu Thaçi. Sela tha se Thaçi para organeve më të larta partijake duhet të sqarojë rezultatet e dobta të PD-s-s në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale. Kongresi është ai në të cilën kryetari aktual i Partisë Demokratike Shqiptare duhet t'japë dorëheqje. A duhet apo jo? E ka thënë vetë sovrani. Ai duhet ta japë dorëheqjen. Sela ka folur edhe për mundësinë e hyrjes së PD-s në qeverinë e re. Ai ka thënë se një vendim i tillë duhet të merret nga strukturat më të larta partijake. Është kongresi ai i cili duhet marrë vendim për pjesëmarrje ose jo në qeveri të Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe kjo asesi nuk duhet të jetë pjesë e një marrëveshje që e bën një kryetar partie në ikje, i cili nuk ka përkrahjen e gjithë strukturave partijake për vendimet të cilët mundohet që t'i marrë. Ndaj kërkesës së Selës për dorëheqjen e Mendu Thaçit ka reaguar antari i kryesisë qendrore të PD-s Ymer Aliu përmes një deklarate të shkurtë me shkrim ku thuhet: Zjadin Selës Coftinës nuk do t'i hanë kërmën as laraskat e sorrat më të këqija të kombit. Ndërkaq vetë kreu i PD-s Mendu Thaçi të dielën pas përfundimit të procesit zgjedhor, një pjesë të fajt për rezultatin e kësaj partie në zgjedhje ia ka faturuar zotit Sela, të cilin e ka akuzuar për tradhti. Kryetari i komunës së Strugës, Zjadin Sela, ka qenë antar i kryesisë qendrore të PD-s deri në fund të muajit të kaluar, kur u përjashtua nga ky organ për shkak të mosmarrveshjeve me qendrën e partisë lidhur me listat për deputet në njësinë e 5 zgjedhore. Riyad Murati, Top Channel, Shkup.